Njëri i cili shkon në xhami nuk bën me kon njëri i ligë. Njëri i cili falet nuk bën me kon njëri i keq. Edhe me u fal edhe me rrejt s'ban, edhe me u fal edhe me tradhtu s'ban. Edhe me u fal edhe mos me kon besnik nuk ban. A në të vërtet pse ndodh të njerëzit kjo, ndodh pikrisht për shkak të asaj se nuk e kanë kuptu qatë përkushtim që e kemi ndaj Allahut fuqiplot pse e bajmë. E kemi thonë, vazhdojmë me e thonë në vazhdimësi, juve ju doket, mundet me ju doket përsëritje e tepart, po adhurimet tona dhe veprat tona Allahun nuk e bojnë ma Zot. Nuk e bojnë ma Zot se është Zot absolut, zotësis ti s'ka që ka i shtohet. E pse pra Allahu ka shumë e kërkon namazin prej neve? Pse ka seriozisht e kërkon zekatin prej neve? Pse ka seriozisht e kërkon agjerimin prej neve? Këto i ban Allahu në mënyrë që ne të bëhemi ma njerëz. Allahu s'ka që ka bëhet ma Zot se është Zot absolut, ndërsa ne kemi nevojë të bëhemi ma njerëz edhe të përmirësohemi me një përmirësim të vazhdueshëm, duke e synu për kryrje, duke e synu për sosmërin, po për sosmërin nuk e arrim dot, por kjo na bën që pastaj çdo çast tjetës tonë me vazhdu edhe me u përmirësu.